Këta janë ishujt Heard dhe McDonald të pabanuar dhe vulkanik pranë Antarktidës, të mbuluara nga akullnajat edhe shtëpia e pinguinëve, fokave dhe zogjve të detit është përfshirë në luftën tregtare të Donald Trump, pasi presidenti amerikan i goditi ata me një tarif 10% për mallrat. Ishulli Heard dhe ishujt McDonald, të cilat formojnë një territor të jashtëm të Australisë, janë ndër vendet më të largëta në tokë, të arritshme vetëm nëpërmjet një udhëtimi 2 javor me varg nga Perth në bregun perëndimor të Australisë. Ato janë krejtësisht të pabanuara me vizitën e fundit nga njerëzit që besohet të jetë gati 10 vjet më parë. Tarifat janë pjesë e një plani të ri të shpallur nga Trump në atë që ai e quajti dita e çlirimit. Edhe ishujt u përfshin sepse janë territor australian. Të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se në vitin 2022 SBA importoi mallra me vlerë $1.4 milion nga ishulli Heard dhe McDonald, kryesisht të klasifikuara si produkte makineri dhe elektrike, pavarësisht faktit se ishulli nuk ka ndërtesa apo njerëz. Në listën e shtëpisë së bardhë për tarifat e reja tregtare përveç ishujve Heard dhe McDonald, u përfshin edhe territore të tjera të Australisë, si ishulli Norfolk, që mori një tarif prej 29% më e lartë se pjesa tjetër e Australisë.